Divorci nuk e ka penguar Monika e Kryemadhin të dalë në fushat për Ilir Metën që tashmë është në masën arrest me burg. Deklaratën një shkryetaria e LSI-s e bëri nga dera e SPAK, u zbatoi masën detyrim paraqitje. Po patjetër, jam përfshirë në fushat për babain e fëmijëve të mi. Mëtej shton se disa prej Partisë së Lirisë që i quan mercenar, po i dalin kundër në terren. Se çfarë thon zyrtarët apo mercenarët që e kanë uzurpuar apo kanë izoluar drejtimin e Partisë së Lirisë, ti anashkalojnë, ti harrojnë dhe vetëm tecin përpara, sepse në fund ditës vota është për Ilir Metën. Edhe pse i ka të identifikuar, nuk pranon t'i thot me emra. Rrogtarët, mjafton të hyni dhe shikoni kush ka bordero tek Partia e Lirisë, atë që ne nuk e kemi pasur asnjëherë në jetën tonë, ata janë mercenarët. Shton se Meta po komandohet nga ata që e shtyn çiftin drejt ndarjes. Unë vazhdoj dhe e them që kush e ka iniciuar divorcin le ta komandojë. Megjithatë, këmbëngulse nuk është politika që i çoi në derën e gjykatës. Unë mendoj që ishte justifikimi, kështu që për mua s'ka asgjë, domethënë, për shkak të politikës nuk shkatërrohet familja. Kryemadhi shton se në fushat për Metën ka si dëshmitar fëmijët. Besoj tek kthjelltësia politike e Ilir Metës, mbas kaq kohë izolim, i cili dalja e tij në listë të hapur tregoi edhe një herë që ka një vendim politik që është kthjelltuar.